Me fillim nga ora 10, sot më 15 prill 2025, fillon seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës, e cila parashihet të i ketë 4 pika të rëndit të ditës: formimi i komisionit të përkohshëm për verifikimin e kuorumit dhe të mandateve të deputetëve, betimi i deputetëve, zgjedhja e kryetarit të Kuvendit dhe zgjedhja e nënkretarëve të Kuvendit. Kjo seancë do të udhëhiqet nga Avni Dehari nga Lëvizja Vetëvendosje, deputeti më i vjetër në moshë, dhe Sala Jashari nga Partia Demokratike e Kosovës, deputetja më e re në moshë. Sipas rregullores së Kuvendit, në fillim të seancës konstituive, kryesuesi fton përfaqësuesit e partive parlamentare të propozojnë anëtarët e komisionit për verifikimin e kuorumit dhe mandateve të deputetëve. Pas kësaj, njëri prej anëtarëve të zgjedhur të komisionit paraqet raportin nëse është gjithçka në rregull për të procesuar tutje. Kur konfirmohet se mandatet janë të rregullta, kryesuesi fton deputetët e rinj që të japin betimin solemnisht. Pas betimit, kryesuesi i seancës i kërkon subjektit me numrin më të madh të deputetëve, që në këtë rast është Lëvizja Vetëvendosje, të propozojë kandidatin për kryetar të Kuvendit. Nëse partia fituese propozon kandidatin për kryekuvendar dhe sigurohen votat e shumicës, atëherë hapet rruga për propozimet për 5 nënkretarët e Kuvendit. 3 prej tyre vijnë nga 3 partitë më të mëdha: Lëvizja Vetëvendosje, Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Një vjen nga komuniteti serb dhe një nga komunitetet e tjera jo shumicë. Nëse partia që ka dalë para në zgjedhje nuk i ka të sigurta votat për kryetar të Kuvendit, ekziston mundësia që të mos e propozoj fare kandidatin dhe seanca konstituive të ndërpritet, por jo edhe të konsiderohet e mbyllur. Kushtetuta e Kosovës nuk e përcakton ndonjë afat se brenda sot ditësh apo muajsh pas betimit të deputetëve duhet të konstituohet Kuvendi, por rregulloria e re e Kuvendit e definon që ndërprerja gjatë seancës konstituive nuk mund të jetë më e gjatë se 48 orë. Pra, në rast se nuk propozohet kryetari i Kuvendit, vazhdim të seancës do të ketë çdo 48 orë. Vetëm pasi të jetë zgjedhur kryetari dhe nënkretarët e Kuvendit, presidentja e mandaton kandidatin për kryeministër, në konsultim me partinë që e ka numrin më të madh të deputetëve, që në rastin e tanishëm është Lëvizja Vetëvendosje. Mandatari, jo më vonë se 15 ditë pas emërimit, obligohet të paraqesë përbërjen e qeverisë dhe të kërkojë miratimin nga ana e Kuvendit. Qeveria konsiderohet e zgjedhur nëse merr shumicën e votave të gjithë deputetëve, apo së paku 61 vota. Nëse qeveria nuk miratohet në herën e parë, presidentja brenda 10 ditësh e morën një kandidat tjetër sipas të njëjtës procedurë. Dhe nëse as herën e dytë nuk zgjidhet qeveria, atëherë presidentja i shpoll zgjedhjet e parakohshme, të cilat nuk duhet të mbahen jo më vonë se 40 ditë nga dita e shpolljes së tyre.